Jam këtu sot përpara jush në selinë e PD-s për të dorëzuar një kërkesë pranë Komisionit të Apelimit me insistimin e këtyre demokratëve, përgjithsisht janë drejtues strukturash, pasi unë personalisht, por edhe leadershipi këtu i detyrohemi shumë dhe i detyrohemi shpjegime për sa ka ndodhur në rastin e përjashtimeve të përjashtimit tim dhe të kolegut tim Arlind Boshku. Kam qenë këtu përpara jush edhe në 2021-in, kam qenë për të njëjtën gjë, pasi në atë kohë dilja dhe kërkoja dinjitetin e Zotit Berisha, pasi u përjashtua nga partia, nga leadershipi i asaj kohe. Sot jam këtu përpara jush për të marrë shpjegime dhe për të kërkuar dinjitetin tim. Nuk është çështje pozicionesh, por është çështje dinjiteti. Në kërkesë kam shtjelluar që çdo rresht i vendimit është antistatutor. Kam kërkuar ballafaqim me leadershipin këtu dhe kam kërkuar, siç jeni edhe ndjeni edhe në daljet e mia të tjera publike, kam kërkuar fakte dhe prova për sa që quan në vendimin e shkarkimit tim. Çfarë qëndrash keni deleguar? Nuk diskutohet që të kemi bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Nuk diskutohet kjo, është një gënjeshtër. Është gënjeshtër shumë e madhe. A keni marrë parkimin në Durrës dhe si ka mundësi që keni në zotërim parkimin më të madh të qytetit? Shiko, parkimi është pronë private, ku unë jam pjesëtar i asaj prone me një pjesë dhe me thënë të drejtën, shumë mirë bëhet që ma bëhet këtë pyetje, se ka qarkullu në NZ kjo gjë, dhe unë do t'ju vënë dispozicion juve certifikatën e pronësisë, ku unë jam pjesëtar pronar i asaj prone. Dhe nëse është ky shkaku, ka ngabur rënd, është pronë private që shfrytëzohet për parkim. Nesër mund të ndrohet destinacioni, mund të bëhet diçka tjetër. Është pronë private. Ju na kërkoni që ne ta mundësojmë, por një hamëndësimi joni është edhe bashkimi jonë në foltorin e Saljanit Durrës. Foltoria që në fakt i bëri shumë mirë Partisë Demokratike se i vuri gjithë në lëvizje. Unë jam dëshmitari fushatës zgjedhjet 11 maj dhe kjo besojmë myll çdo lloj hamëndësimi. Dikush tjetër, kandidati Durrësit apo drejtues shaku i Durrësit, ka pretendim tjetër për dy zotërin, dali ta thotë. Ne kemi ardhur për të kërkuar llogari për jashtimin e dy zotërinve. Dhe duke qenë se zoti Berisha në orën 12 ka gjithmonë konferencë për shtyp në sallën Azam Hajdari, Burgie i ftojmë gjithë që të shkojmë te salla Azam Hajdari para se të fillojë konferenca për shtyp. Nuk ka sot konferencë, ka pushim. Po mirë presim ne.